Në këtë moment, ndërsa dëgjoni këto fjalë, trupi juaj po përjeton diçka të pazakontë. Qelizat tuaja po reagojnë ndaj një stuhie të padukshme që po godet planetin ton me forcë të jashtëzakonshme. Zemra juaj po rrah pak më shpejt se zakonisht. Truri juaj po lëshon hormone stresi pa arsye të dukshme. Nëse keni ndjerë dhimbje koke në ditët e fundit, nëse gjumi juaj ka qenë i shqetësuar, nëse keni ndjerë një lodhje të çuditshme që nuk shpjegohet dot, nuk jeni të vetëm. Dhe nuk është imagjinat. Në të njëjtën kohë, në këtë sekond, miliarda njerëz në të gjithë planetin po përjetojnë të njëjtat simptoma. Shkaku? Dieli ynë sapo na sulmoi me një nga armët më të fuqishme në arsenal të tij kozmik. Më 18 janar të vitit 2026, në orën 21:09 minuta, ndodhi diçka që shkencëtarët e kishin friksuar prej dekadash. Një shpërthim diellor me klasë 10, 1.95, një nga më të fuqishmit që mund të ndodhin në sistemin ton diellor. Për ta kuptuar shkallën e kësaj ngjarje, duhet të dini se shpërthimet diellore ndahen në 5 kategori: A, B, C, M dhe X. Çdo kategori është 10 herë më e fuqishme se e mëparshmja. Shpërthimet klasi X janë në maj të piramidës. Ato janë monstrat e vërtet të diellit. Dhe ai që na goditi ishte pothuajse klasi X2, afër kufirit ku fillojnë shpërthimet që mund të shkaktojnë dëme katastrofike në infrastrukturën tonë teknologjike. Por çfarë ndodhi saktësisht atë natë? Në sipërfaqen e diellit, në një rajon aktiv të quajtur AR, 13.958, energjia magnetike që ishte grumbulluar për ditë të tëra arriti pikën kritike. Imagjinoni një sust gjigante kozmike që po ngjeshej gjithnjë e më shumë. Fushat magnetike të diellit, secila me fuqi miliarda herë më të madhe se çdo magnet që keni prekur ndonjëherë, u përplasën dhe u riorientuan në një qast. Ajo që ndodhi pastaj ishte një eksplozion, aq i fuqishëm sa çliroi energji sa konsumi i të gjithë qytetërimit njerëzor për 100 milion vjet, në vetëm disa minuta. Tani mendoni për këtë. Drita nga ai shpërthim udhëtoi në përhapësirë me shpejtësinë maksimale të mundshme në univers, 300.000 kilometra në sekond. Por edhe me atë shpejtësi marramance, i duhen 8 minuta e 20 sekonda për të arritur tokën. Kur rrezet X dhe rrezet ultraviolete ekstreme goditën atmosferën tonë, ato shkaktuan atë që shkencëtarët e quajnë blackout radio, një ndërprerje totale e komunikimeve me valë të shkurtra në të gjithë hemisferën e ndriçuar nga dielli. Pilotët e avionëve që fluturonin mbi oqeanin paqësor humbën papritur kontaktin me kontrollorët e trafikut ajror. Operatorët e radios amatore në Amerikë, Azi dhe Oqeani pan sinjalet e tyre që zhduken sikur dikush kishte fikur një qelës. Por kjo ishte vetëm akti i parë i dramës. Shpërtimi diellor nuk çliron vetëm dritë. Ai hedh në hapësirë një re gjigante plazme, gaz të ionizuar, aq të nqehtë sa atomet e tij janë coptuar në elektrone dhe protone. Kjo re, e quajtur Ejection Coronal Massive, ose shkurtimisht CME, ishte një monster i vërtet. Masa e saj ishte rreth 5 miliard ton, sa pesha e 15.000 piramidave të Gizës, dhe po fluturonte drejt tokës me shpejtësi rreth 1.500.000 km/h. Në qendrën e parashikimit të motit hapësinor të NASA-s në Greenbelt, Maryland, alarmet filluan të binin. Dr. Tamitha Skov, fizikante e njohur e plazmës diellore, postoi në mediat sociale një paralajmërim që u bë viral brenda orëve. Një goditje direkte, prisni aurora të fuqishme dhe ndërprerje të mundshme të GPS-it. Kolegët e saj në qendrën e parashikimit të motit hapësinor të NOAAS në Boulder, Colorado, ngritën nivelin e alarmit në G3, stuhia magnetike e fortë. Por brenda 24 orëve, ata do të arrisnin atë në G4, stuhia magnetike shumë e fortë, një nivel që arrihet vetëm disa herë në dekadë. Tani le të ndalmi për një moment. Shumica prej nesh e mendojnë diellin si një top të qetë, drite që na ngroh dhe na jep jetë. E shohim çdo mëngjes, e marrim si të mirëqen. Ndoshta ankohemi kur është shumë i ngjethë në verë. Por realiteti
është rrëqethës në mënyrë të ndryshme. Dielli është një reaktor termonuklear gjigant ku çdo sekond 600 milion ton hidrogen shndërrohen në helium përmes procesit të bashkimit bërthamor. Temperatura në bërthamën e tij arrin 15 milion gradë Celsius. Presioni atje është 250 miliard herë më i madh se presioni atmosferik në sipërfaqen e tokës. Dhe e gjithë kjo fuci, e gjithë kjo energji e tmerrshme, është vetëm 150 milion kilometra larg nesh. Një distancë që drita e kalon në 8 minuta. Por çfarë e bën diellin aq të rrezikshëm? Nuk është vetëm madhësia apo temperatura e tij, është natyra e tij magnetike. Dielli nuk është një top i ngurtë si toka, është një sferë plazme që rrotullohet dhe pjesë të ndryshme të tij rrotullohen me shpejtësi të ndryshme. Ekuatori i diellit bën një rrotullim të plot në rreth 25 ditë, ndërsa rajonet pranë poleve marrin rreth 35 ditë. Ky rrotullim diferencial e shtrëngon dhe e përdredh fushën magnetike të diellit si një litar që po përdridhet gjithnjë më shumë. Dhe kur ai litar bëhet shumë i përdredhur, ai këputet, duke çliruar energji në formën e shpërthimeve diellore. Shkencëtarët e kanë studiuar këtë cikël prej më shumë se 2 shekujsh. Në vitin 1843, një astronom amator gjerman me emrin Samuel Heinrich Schwabe zbuloi se numri i njollave diellore, rajonet e errëta në sipërfaqen e diellit ku fushat magnetike janë veçanërisht të forta, ndryshon në një cikël të rregullt rreth 11 vjeçar. Në maksimumin diellor, sipërfaqja e diellit është e mbushur me qindra njolle. Në minimumin diellor mund të kalojnë javë pa parë asnjë. Ne jemi tani në cikli diellor 25, i cili filloi në dhjetor të vitit 2019, dhe ky cikël po rezulton të jetë më i fuqishëm se sa parashikuan shkencëtarët. Kur re plazme nga shpërthimi i 18 janarit arriti tokën më 20 janar, magnetosfera jon, mburoja magnetike e padukshme që na mbron nga rrezatimi kozmik, u godit me forcë të jashtëzakonshme. Imagjinoni një fushë force të padukshme rreth planetit ton, të formuar nga fusha magnetike e tokës, që shtrihet 10 mijëra kilometra në hapësirë. Kjo mburoj na ka mbrojtur për miliarda vjet nga era diellore, rrjedha konstante grimcave të ngarkuara që dielli hedh në hapësirë. Por kur një CME e godet atë, magnetosfera ngjesh si një sust. Ana e saj që përballet me diellin mund të shtypet nga 60.000 kilometra lartësi në vetëm 30.000. Dhe në anën e kundërt, ajo shtrihet si një bisht komete për miliona kilometra. Ajo që ndodh pastaj është një betejë vërtet midis 2 fushave magnetike gjigante, fusha magnetike e tokës dhe fusha magnetike e ngarkuar brenda CME-sa, fillojnë të ndërveprojnë në një proces që fizikanët e quajnë rilidhjeje magnetike. Linjat e fushës magnetike këputen dhe rilidhen në konfigurime të reja, duke çliruar energji të jashtëzakonshme. Grimcat e ngarkuara nga dielli gjejnë rrugë përmes mbrojtjes son dhe fillojnë të rrëshqasin përgjatë linjave të fushës magnetike drejt poleve të tokës. Kur këto grimca, kryesisht elektrone dhe protone, që lëvizin me shpejtësi 10 mijëra kilometra në sekond, godasin molekulat e oksigjenit dhe azotit në atmosferën e sipërme. Ato i eksitojnë ato. Dhe kur ato molekula kthehen në gjendje normale, ato çlirojnë energjinë e tepërt si dritë. Kjo është aurora, valet veriore dhe jugore. Por në natën e 20 janarit, aurora nuk u shfaq vetëm në zonat polare. Njerëzit në Skoci, në Danimark, në veriun e Gjermanisë raportuan qej të ndezur me ngjyra të gjelbërta, të kuqe dhe vjollc. Në Kanada, shfaqjet ishin aq të ndritshme sa mund të lexoje një libër në errësirën e natës. Fotot nga Minnesota, Dakota e Veriut, Montana, tregonin qej që dukeshin si skenat nga një film shkencor fantastik. Edhe në vende aq në jug sa Pennsylvania dhe Iowa, njerëzit panë shkëlqime të çuditshme në horizont. Kjo ishte një nga shfaqjet më spektakolare të auroras në dekadën e fundit, por bukuria kishte një anë të errët. Në të njëjtën kohë që njerëzit po bënin fotografi të qiellit, satelitët në orbit po vuanin. Grimcat energjetike nga stuhia diellore depërtuan në elektronikën delikate të satelitëve të komunikimit, satelitëve të GPS-it, satelitëve meteorologjik.
Disa humbën orientimin e tyre. Të tjerët hynë në modalitetin e sigurt, duke fikur sistemet jo thelbësore për të mbrojtur. Kompania SpaceX raportoi se disa nga satelitët e saj Starlink përjetuan rezistencë të shtuar atmosferike. Stuhja diellore kishte nxehur dhe zgjeruar shtresat e sipërme të atmosferës, duke krijuar më shumë fërkim për satelitët që orbitojnë në lartësi të ulta. Në tokë, efektet ishin më subtile, por po aq reale. Rrjetet elektrike në rajone të caktuara përjetuan luhatje të vogla tensioni. Operatorët e sistemeve të energjisë në Kanada dhe Skandinavi, vende që janë veçanërisht të ndjeshme ndaj stuhi magnetike për shkak të gjerësisë së tyre gjeografike, rritën vigjilencën. Ata e dinë historinë e Marsit 1989, kur një stuhje diellore shkaktoi një ndërprerje masive të energjisë elektrike në Quebec, duke lënë 6 milion njerëz pa energji për 9 orë në mes të dimrit. Ata e dinë se rrymët elektrike të indukuara nga ndryshimet e shpejta në fushën magnetike të tokës mund të mbingarkojnë transformatorët gjigant që janë zemra e rrjeteve tona elektrike. Por ndoshta efekti më i çuditshëm i stuhi magnetike është ai që ndodh në trupat tanë. Kërkime të shumta shkencore kanë treguar një korrelacion midis aktivitetit diellor dhe shëndetit njerëzor. Një studim i publikuar në vitin 2018 nga shkencëtar rus në Institutin e Problemeve Kozmofizike analizoi të dhëna nga 20 vjet dhe gjeti se gjatë stuhi magnetike të forta, numri i sulmeve të zemrës rritet me deri në 15%. Një studim tjetër nga Universiteti i Oxfordit zbuloi se hospitalizimet për depresion dhe ankth rriten gjatë periudhave të aktivitetit të lartë diellor. Mekanizmi i saktë nuk është plotësisht i kuptuar, por shkencëtarët besojnë se ka të bëjë me mënyrën se si ndryshimet në fushën magnetike të tokës ndikojnë në sistemin nervor dhe në prodhimin e hormoneve si melatonina dhe serotonina. Tani le të kthehemi te pyetja që ndoshta po e bëni. Pse ndodhi ky shpërthim pikërisht tani? Përgjigja qëndron në natyrën kaotike të diellit. Në sipërfaqen e tij, në çdo moment ka dhjetra rajone aktive, ku fushat magnetike janë veçanërisht të forta dhe të paqëndrueshme. Rajoni A, R, 13958, që shkaktoi shpërthimin e 18 janarit, ishte një strukturë magnetike komplekse e quajtur beta 6 delta 7. Një konfigurim që shkencëtarët e dinë se është veçanërisht i rrezikshëm. Në këto rajone, linjat e fushës magnetike janë të përdredhura aq shumë sa formojnë nyje dhe laka që mund të kputen në çdo moment. Por kishte edhe diçka tjetër të jashtëzakonshme në këtë ngjarje. Gjatë shpërthimit, 2 protuberanca diellore gjigante u shkatërruan. Protuberancat janë struktura madhështore plazme që ngrihen nga sipërfaqja e diellit, të mbajtura në vend nga fushat magnetike. Disa prej tyre mund të jenë aq të mëdha sa mund të përmbajnë 10 toka brenda tyre. Ato 2 që u shkatërruan më 18 janar kishin lartësi rreth 500.000 kilometra, më shumë se distanca nga toka në hën. Imagjinoni struktura plazme më të mëdha se gjithë sistemi tokë-hën, që thjesht shpërthejnë dhe zhduken në një qast, duke hedhur miliarda ton material në hapësirë. Dhe këtu vjen pjesa më shqetësuese. Ky nuk ishte shpërthimi i vetëm. Rajoni AR 13958 vazhdoi të jetë aktiv edhe pas ngjarjes së 18 janarit. Në ditët që pasuan, ai prodhoi 10 shpërthime më të vogla, klasi M dhe C. Çdo ditë, astronomët dhe fizikanët diellor në të gjithë botën e monitoronin me shqetësim, duke ditur se një shpërthim tjetër i madh mund të ndodhë në çdo moment. Dhe çdo ditë, ai rajon rrotullohej ngadalë me sipërfaqen e diellit, duke u larguar gradualisht nga drejtimi i tokës, gjë që ishte një lehtësim, sepse nëse një shpërthim tjetër X do të ndoste kur rajoni të ishte drejtuar drejt nesh, pasojat mund të ishin edhe më të rënda. Por çfarë do të ndoste nëse një shpërthim edhe më i madh do të na godiste? Historia na jep një përgjigje të frikshme. Në shtator të vitit 1859, toka u godit nga ajo që shkencëtarët e quajnë ngjarjen Carrington, stuhia diellore më e fuqishme e regjistruar në histori.
Astronomi britanik Richard Carrington ishte duke vëzguar dielin përmes teleskopit të tij kur pa një shkëlqim të ndritshëm të bardhë që shfaqej në sipërfaqen diellore, ai ishte dëshmitari i parë i njohur i një shpërthimi diellor. Brenda 18 orëve, CME ja arriti tokën. Një kohë udhëtimi jashtëzakonisht e shpejtë që tregon se plazma po lvizte me shpejtësi ekstreme. Ajo që ndodhi pastaj ishte kaos. Aurora u pa deri në Karaibe, deri në Kolumbi, deri në Havaj. Njerëzit në kalëm të Montanës raportuan se mund të lexonin gazeta në mes të natës nga drita e auroras. Por efekti më dramatik ishte në teknologjinë e asaj kohe, sistemin telegrafik. Telegrafi ishte interneti i shekullit të 19, një rrjet i telave që lidhte qytetet dhe kontinentet. Gjatë ngjarjes Carrington, rrymët elektrike të indukuara në këto tela ishin aq të forta sa operatorët telegrafik morën goditje elektrike. Letrat filluan të digjeshin. Dhe më e çuditshme, disa operatorë zbuluan se mund të dërgonin mesazh edhe pasi kishin shkëputur bateritë. Stuhja magnetike po gjeneronte mjaft energji elektrike në tela për të fuqizuar sistemin. Tani imagjinoni një ngjarje të ngjashme sot. Qytetërimi ynë varet nga teknologjia në një shkallë që njerëzit e vitit 1859 nuk mund ta imagjinonin dot. Kemi satelit që kontrollojnë komunikimin, navigimin, parashikimin e motit, monitorimin e bujqësisë, operacionet ushtarake. Kemi rrjete elektrike që furnizojnë çdo aspekt të jetës moderne. Kemi internet, telefona celular, kompjuter, sisteme bankare, të gjitha të varura nga elektronika delikate që mund të dëmtohet nga rrymë elektrike të forta. Një ngjarje Carrington sot do të ishte një katastrofë me kosto triliona dollar dhe pasoja që do të zgjaste vite. Dhe këtu është pjesa që duhet t'ju shqetësoj. Ngjarjet si ajo e Carrington nuk janë aq të rralla sa mund të mendoni. Një studim i vitit 2012 nga fizikani Pete Riley nga Predictive Science Inc. kalkuloi se probabiliteti që toka të godet nga një stuhie diellore në nivelin e ngjarjes Carrington është rreth 12% për dekadë. Kjo do të thotë se ka një shans, 1 në 8, që një ngjarje e tillë të ndodhë në 10 vitet e ardhshme. Dhe nëse shikoni prapa në kohë, gjeni prova edhe më shqetësuese. Në korrik të vitit 2012, një CME super e fuqishme kaloi përmes orbitës së Tokës, pikërisht ku planeti ynë kishte qenë vetëm një javë më parë. Nëse koha do të kishte qenë pak e ndryshme, ne do të ishim goditur nga një stuhie që shkencëtarët vlerësojnë se do të ishte edhe më e fortë se ngjarja Carrington. Por le të kthehemi te pyetja themelore. Çfarë është saktësisht një shpërthim diellor? Për ta kuptuar këtë, duhet të zhytemi në fizikën e plazmës dhe magnetohidrodinamikën, fusha komplekse që studiojnë sjelljen e gazrave të ionizuara në fusha magnetike. Në sipërfaqen e diellit, në atë që quhet fotosferë, temperatura është rreth 5500 gradë Celsius. Por mbi të, në kromosferë dhe koronë, temperaturat rriten në mënyrë paradoksale. Korona e diellit, shtresa më e jashtme, ka temperaturë mbi 1.000.000 gradë. Shkencëtarët ende po përpiqen të kuptojnë plotësisht pse ndodh kjo ngrohje paradoksale, por besojnë se ka të bëjë me energjinë që transportohet nga valet magnetike. Në këto shtresa të nxehta, plazma dhe fushat magnetike janë të lidhura ngushtë. Ka një koncept në fizikën e plazmës të quajtur ngrirja e fushës magnetike. Ideja se në plazma me përqyeshmëri të lartë, linjat e fushës magnetike lëvizin me plazmën sikur të ishin të ngjitura në të. Kur plazma lëviz, ajo tërheq linjat e fushës magnetike me vete, dhe kur linjat e fushës magnetike ndryshojnë, ato shtyjnë plazmën. Kjo ndërveprim krijon një sistem dinamik jashtëzakonisht kompleks, ku energjia mund të grumbullohet gradualisht në konfigurime magnetike të paqëndrueshme. Imagjinoni një litar të përdredhur. Fillimisht është i drejtë, i qetë, i relaksuar, por filloni ta rrotulloni nga njëri skaj ndërsa mbajtni tjetrin të palvishëm. 1 përdredhje, 2 përdredhje, 10 përdredhje. Në fillim nuk ndodh asgjë e veçantë, por vazhdoni të rrotulloni. 20 përdredhje, 30. Tani larit fillojnë të formohen. Energjia grumbullohet, tensioni rritet,
Dhe papritur, në një pikë kritike, larit këputen. Lari shpërthen, çlirohet, dhe e gjithë ajo energji e grumbulluar lirohet në një çast të vetëm. Kjo është saktësisht ajo që ndodh në sipërfaqen e diellit, por në një shkallë që e bën çdo analogji toksore të duket qesharake. Në thellësitë të diellit, rreth 70% të rrugës nga qendra drejt sipërfaqes, ka një zonë të quajtur takoklin. Këtu, lëvizja e plazmës ndryshon nga rrotullimi i ngurtë i brendshëm në rrotullimin diferencial të sipërfaqes. Kjo zonë është një fabrikë gjigante magnetike. Fusha magnetike që gjenerohet në bërthamën e diellit përmes efektit dinamo, lëvizja e plazmës së ngarkuar që krijon rrymë elektrike, e cila në këmbim krijon fusha magnetike, kalon përmes kësaj zone dhe fillon të shtrembërohet. Linjat e fushës magnetike që fillimisht ishin të orientuara nga veriu në jug, fillojnë të përdridhen rreth diellit si shiritat rreth një topi. Por kjo është vetëm fillimi i procesit. Këto fusha magnetike të përdredhura janë më të lehta se plazma përreth tyre. Po, fushat magnetike kanë pesh në kuptimin se ato ushtrojnë presion. Kështu që ato fillojnë të ngrihen, duke u ngjitur ngadalë përmes dhjetra mijëra kilometrave të plazmës së valëzuar drejt sipërfaqes. Udhëtimi mund të zgjas muaj ose vite. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, ato vazhdojnë të përdridhen, të shtrembrohen, të ndërveprojnë me fusha të tjera magnetike që po ngrihen nga poshtë. Kur këto fusha magnetike arrin fotosferën, sipërfaqen e dukshme të diellit, ato shpërthejnë përmes saj, si lule që po lulëzojnë në një film me shpejtësi të lartë. Por këto nuk janë lule delikate, janë struktura magnetike me diametër dhjetra mijëra kilometra, me fuci fushash magnetike deri në 4000 Gauss, 10.000 herë më të forta se fusha magnetike e tokës. Këto janë njollat diellore, rajonet e errta që shihni në fotot e diellit. Ato duken të errta jo sepse janë të ftohta në kuptimin absolut. Temperatura e tyre është ende rreth 4000 gradë Celsius, por sepse janë rreth 1500 gradë më të ftohta se plazma përreth tyre. Dhe në sipërfaqen e një objekti që rrezaton dritë, një ndryshim i tillë temperature përkthehet në ndryshim dramatik të shkëlqimit. Tani vjen pjesa kritike. Këto fusha magnetike që kanë shpërthyer përmes sipërfaqes nuk janë të qëndrueshme. Ato janë si sust të ngjeshura, plot me energji magnetike. Dhe në rajonet ku fusha magnetike me orientime të kundërta vijnë afër njëra tjetrës, imagjinoni magnete me polin veriror të njërit duke u përballur me polin veriut të tjetrit. Diçka e jashtëzakonshme mund të ndodhë. Në një proces që fizikanët e quajnë rilidhjeje magnetike, linjat e fushës magnetike këputen dhe rilidhen në një konfigurim me energji më të ulët. Dhe diferenca e energjisë, që mund të jetë sa energjia e liruar nga miliarda bomba bërthamore, shndërrohet në energji kinetike të grimcave, në nxehtësi, në rrezatim. Le të ndalemi për të kuptuar shkallën e kësaj. Një shpërthim diellor klasi 10-1 mund të çlirojë energji rreth 10 në fuqinë 25 gjaula. Një me 25-0 pas saj. Për ta vënë këtë në perspektivë, bomba atomike që shkatërroi Hiroshimën çliroi rreth 63 trilion gjaula. Një shpërthim diellor X1 çliron energji sa rreth 160 milion bomba Hiroshima. Dhe shpërthimi që na goditi më 18 janar ishte pothuajse X2, gati 2 fish i asaj energjie. Por si ndodh saktësisht rilidhjeja magnetike, procesi fillon në një rajon shumë të vogël, ndoshta vetëm disa qindra metra gjërë, i vogël në krahasim me shkallën e diellit, ku 2 fusha magnetike me orientime të kundërta vijnë në kontakt. Në këtë rajon, i quajtur pika e rilidhjes, rezistenca elektrike e plazmës bëhet e rëndësishme. Zakonisht, plazma diellore është një përques pothuajse perfekt, aq i mirë sa fusha magnetike vërtet ngrin në të. Por në pikën e rilidhjes, ku gradienti i fushës magnetike është jashtëzakonisht i fortë, efekte të vogla si rezistenca anomale bëhen dominuese. Ajo që ndodh pastaj është një reakcion zinjshir. Linjat e fushës magnetike këputen. Energjia magnetike fillon të shtërohet në energji elektrike
Rrymë elektrike fillojnë të rrjedhin përmes plazmës. Këto rrymë nxejnë plazmën në temperatura 10 milion grad, më të nxehta se bërthama e diellit. Plazma e nxehur zgjerohet shpejt, duke krijuar valë goditjeje që përhapen përmes atmosferës diellore me shpejtësi mijëra kilometra në sekond. Elektronet përshpejtohen në energji të larta dhe fillojnë të rrezatojnë. Fillimisht rrezatim X, pastaj rrezatim ultraviolet ekstrem, pastaj dritë të dukshme. Dhe në të njëjtën kohë, në një rajon më të gjerë rreth pikës së rilidhjes, fusha magnetike që po riorganizohen fillojnë të shtyjnë plazmën. Imagjinoni një hark gjigant magnetik që po ngrihet nga sipërfaqja e diellit, i mbushur me miliarda ton plazmë. Kur baza e këtij harku rilidhet, ai vepron si një hunda gjigante. Ai hedh plazmën lart në koron me shpejtësi që mund të arrijnë disa mijë kilometra në sekond. Kjo është ejection coronal massive, re plazme që po fluturon në hapësirë duke mbajtur me vete fusha magnetike të përdredhura dhe miliarda ton material. Por jo të gjitha shpërthimet diellore prodhojnë CME dhe jo të gjitha CME-t shkaktohen nga shpërthime. Marrëdhënia midis tyre është komplekse dhe ende objekt i kërkimit aktiv. Ajo që shkencëtarët kanë mësuar është se shpërthimet më të mëdha, veçanërisht ato që ndodhin në rajone me konfigurime magnetike komplekse, kanë më shumë gjasa të prodhojnë CME. Dhe CME-t që shoqërohen me shpërthime të mëdha kanë tendencë të jenë më të shpejta dhe më masive. CME-a që u lëshua më 18 janar ishte një mostër klasike e një ngjarjeje të fuqishme. Observatorët diellor në hapësirë, satelitë si Solar and Heliospheric Observatory i NASA-s dhe ESA-s, i njohur si SOHO, dhe Solar Dynamics Observatory i NASA-s, i njohur si SDO, e kapen atë në detaje të jashtëzakonshme. Imazet nga koronografi i SOHO, një instrument që blokon dritën e ndriqme nga disku i diellit për të zbuluar koronan më të errët, treguan një rre gjigante plazme duke u zgjeruar në hapësirë. Forma e saj ishte asimetrike, e shtrembëruar nga fushat magnetike të brendshme, dhe shpejtësia e saj fillestare, e matur nga sa shpejt po lvizte në imazet sekuenciale, ishte rreth 1.500.000 km/h. Tani 1.500.000 km/h tingëllon jashtëzakonisht shpejt, dhe është, por në shkallën e sistemit diellor është ende relativisht e ngadalt. Drita udhton nga dielli në tokë në 8 minuta. CME, ja që po vinte drejt nesh, do të merrte rreth 20 orë. Kjo na dha kohë. Kohë për të përgatitur, kohë për të paralajmëruar operatorët e satelitëve, kohë për të vënë në rrjetet elektrike në gjendje gatishmërie të lartë, por gjithashtu na dha kohë për të shqetësuar, për të parë stuin duke ardhur dhe për të ditur se nuk kishte asgjë që mund të bënim për ta ndaluar atë. Ndërsa CME ja udhëtonte përmes hapësirës ndërplanetare, ajo ndërvepronte me erën diellore, rrjedhën konstante të grincave që dielli hedh në të gjitha drejtimet me shpejtësi rreth 400 km në sekond. Pjesa e përparme e CME-s, duke lëvizur më shpejt se era diellore, krijoi një valë goditjeje, një rajon ku plazma ngjeshej dhe ngrohej. Kjo valë goditjeje arriti tokën disa orë para trupit kryesor të CME-s, duke shkaktuar ndryshimin e parë në magnetosferën tonë. Instrumentet në tokë dhe në hapësirë regjistruan një rritje të papritur në shpejtësinë e erës diellore, një rritje në densitetin e grincave, një ndryshim në orientimin e fushës magnetike ndërplanetare. Dhe pastaj, në orët e hershme të 20 janarit, trupi kryesor i CME-s arriti. Ajo që ndodhi në orët që pasuan ishte një demonstrim dramatik i fizikës së hapësirës. Magnetosfera e tokës, ajo mburoje padukshme që na mbron, u godit me një mur plazme që lëvizte me shpejtësi mbi 1.000.000 km/h. Presioni dinamik i kësaj plazme ngjeshi magnetosferën nga ana e ditës. Linjat e fushës magnetike të tokës u deformuan, u shtrembëruan, u shtypen drejt planetit. Por aspekti më kritik nuk ishte vetëm shpejtësia apo masa e CME-s, ishte orientimi i fushës magnetike brenda saj. Fusha magnetike e tokës është e orientuar nga jugu në veri. Linjat e fushës dalin nga poli jugor dhe hyjnë në polin verior. Kur një CME arrin me një fushë magnetike të orientuar në drejtimin e kundërt, nga veriu në jug,
kushtet janë ideale për rilidhje magnetike në shkallë të madhe, dhe kjo është saktësisht ajo që ndodhi më 20 janar. Fusha magnetike brenda CMS ishte orientuar në jug për disa orë, një konfigurim që shkencëtarët e quajnë BZ negativ. Kur kjo fushë magnetike jugore e CMS u takua me fushën magnetike veriore të magnetosferës së tokës në anën e ditës, rilidhjeja filloi. Linjat e fushës magnetike të tokës, që zakonisht formojnë një mburoj të mbyllur, u këputën dhe u rilidhen me linjat e fushës së CMS. Kjo krijoi porta të hapura, rrugë përmes të cilave grincat energjetike nga CME ja mund të hynin në magnetosferën tonë. Dhe miliona grinca, elektrone dhe protone me energji nga disa qindra deri në disa milion elektronvolt, filluan të rrjedhin në brendësi. Këto grinca nuk hynë në rastësisht. Ato ndiqen linjat e fushës magnetike të tokës, të cilat veprojnë si uvërfyes. Dhe për shkak të gjeometrisë së fushës magnetike të tokës, këto linja përfundojnë duke u përqendruar drejt poleve. Kështu që grincat, duke u rrotulluar rreth linjave të fushës në një lëvizje spirale të quajtur lëvizje ciklotrone, u drejtuan drejt rajoneve polare. Ndërsa ato zbrisnin më thellë në atmosferë, ato filluan të godasin molekulat e ajrit. Në lartësi rreth 100 deri në 500 kilometra, ku atmosfera është ende mjaft e hollë, por mjaft e dendur për ndërveprime të shpeshta. Grincat energjetike goditën molekulat e oksigjenit dhe azotit. Një elektron që lëviz me shpejtësi 10.000 kilometra në sekond godet një atom oksigjen. Energjia e goditjes nxjerr një nga elektronet e atomit nga orbita e tij normale në një orbit më të lartë energjie. Atomi tani është në një gjendje të eksituar, një gjendje jo e qëndrueshme. Brenda një fraksioni të vogël të sekondës, elektroni bie përsëri në orbitën e tij normale, dhe kur bie, ai çliron energjinë e tepërt si një foton, një grimc drite. Ngjyra e asaj drite varet nga lloji i atomit dhe nga sa energji çlirohet. Oksigjeni në lartësi të mëdha, mbi 200 km, prodhon dritë të kuqe me gjatësi vale 633 nanometra. Oksigjeni në lartësi më të ulta prodhon dritën e gjelbër, karakteristike të auroras, në 557 nanometra. Azoti prodhon ngjyra vjollc dhe blu. Dhe kur miliarda atome po ekscitohen dhe po çlirohen në të njëjtën kohë, rezultati është një shfaqje drite që mund të ndriçojë qiellin e natës si dita. Por aurora është vetëm manifestimi i dukshëm i një procesi shumë më kompleks. Në të njëjtën kohë që grincat po krijonin dritë në qiell, ato gjithashtu po deponitonin energji në atmosferën e sipërme. Kjo energji ngrohte ajrin, duke shkaktuar zgjerimin e tij. Shtresat e atmosferës që normalisht janë në lartësi rreth 400 km, u zgjeruan deri në 500 ose 600 km. Për satelitët që orbitojnë në këto lartësi, kjo do të thotë më shumë rezistencë atmosferike, më shumë fërkim që ngadalson orbitën e tyre dhe, nëse nuk korrigjohet, mund të shkaktojë që ata të bien gradualisht drejt tokës. Dhe kishte një efekt tjetër, më pak i dukshëm, por po aq i rëndësishëm. Grimcat energjetike që depërtuan thellë në magnetosferë krijuan atë që shkencëtarët e quajnë rrymë unazore, një rrymë elektrike gjigante që rrjedh rreth tokës në ekuatorin magnetik në lartësi rreth 20 deri në 60.000 kilometra. Kjo rrymë, e mbajtur nga grimcat energjetike që po lvizin në rrugë të mbyllura rreth tokës, krijoi fushën e saj magnetike, një fushë që shtohej me fushën magnetike të tokës dhe ndryshonte atë. Në tokë, këto ndryshime në fushën magnetike ishin të matshme. Magnetometrat, instrumente që matin forcën dhe drejtimin e fushës magnetike, në stacione në të gjithë botën regjistruan luhatje të shpejta. Në disa vende, fusha magnetike ndryshoi me më shumë se 100 nanotesla në vetëm disa minuta. Kjo mund të mos tingëllojë shumë. Fusha magnetike totale e tokës është rreth 50.000 nanotesla, por shkalla e ndryshimit është ajo që rëndonte. Sipas ligjit të induksionit elektromagnetik të Faradayit, një nga ligjet themelore të fizikës, një ndryshim në fushën magnetike përmes një llaku përquesi
indukton një tension elektrik në atë lak. Dhe toka është plot me laka përquese. Linjat e energjisë elektrike që shtrihen për qindra kilometra, tubacionet e gazit dhe naftës, kablot e telekomunikacionit, hekurudhat, madje edhe vetë toka, shkëmbind që përmbajnë minerale përquese, mund të veprojnë si përques. Gjatë një stuhie magnetike të fortë, këto rrym të indukuara, të quajtura rrym gjeomagnetike të indukuara ose GIC, mund të arrijnë dhjetra ose qindra ampera. Dhe kur rrym të tillë ardhjedhin përmes transformatorëve të mëdhenj në rrjetet elektrike, ato mund të shkaktojnë mbingarkesë. Transformatorët janë projektuar për të punuar me rrym alternative në frekuencë 50 ose 60 Hz, por GIC-të janë në thelb rrym të vazhdueshme. Ato shtojnë një komponent njëkaësh në rrymën që rrjedh përmes transformatorit. Kjo mund të shkaktojë që bërthama magnetike e transformatorit të ngohet, të arrijë ngopin magnetik, gjë që redukton efikasitetin e tij dhe shkakton nxeje. Në rastet më të këqija, kjo nxeje mund të dëmtojë izolimin e transformatorit, duke shkaktuar dështim të përhershëm. Dhe transformatorët e mëdhenj të rrjetit elektrik nuk janë pajisje që mund të zvendësohen lehtë. Ato janë struktura gjigante që peshojnë qindra ton, kushton miliona dollar dhe zakonisht prodhohen me porosi me kohë, pritjeje vjetore. Nëse një stuhie diellore do të shkatëronte dhjetra ose qindra transformator në të njëjtën kohë, rivendosja e energjisë elektrike mund të merrte muaj ose vite. Kjo nuk është teori e pabazuar. Në mars të vitit 1989, një stuhie diellore shumë më e vogël se ngjarja Carrington shkaktoi dështimin e rrjetit elektrik të Hydro-Quebec në Kanada. Sekuenca e ngjarjeve filloi në orën 2:28 të mëngjesit, kur një ndryshim i shpejtë në fushën magnetike të tokës indukoi GIC në linjat e transmetimit. Brenda 90 sekondave, 7 releja mbrojtëse u aktivizuan, duke shkëputur linja të rëndësishme. Sistemi tashmë i stresuar nuk mund të kompensonte. Transformator shtesë u mbingarkuan, më shumë releja u aktivizuan, dhe në vetëm 90 sekonda nga fillimi i problemit, i gjithë rrjeti elektrik i Quebecut u shemb. 6 milion njerëz u zgjuan në errësirë dhe të ftohtë. Temperaturat e jashtme ishin nën zero. Por Quebec ishte me fat në një kuptim. Dëmtimi i transformatorëve ishte minimal. Sistemi u rivendos brenda 9 orëve. Por një transformator i madh në stacionin Salem në New Jersey nuk ishte aq me fat. Gjatë së njëjtës stuhje, ai u dëmtua aq keq sa duhej të zvendësohej, një proces që mori muaj dhe kushtoi miliona dollar. Dhe kjo ishte nga një stuhie që ishte vetëm një fraksion i fuqisë së ngjarjes Carrington. Studimet që janë bërë në vitet që nga atëherë kanë përpiqur të vlerësojnë se çfarë do të ndodhte nëse një ngjarje në nivelin e Carrington do të godiste sot. Një raport i vitit 2008 nga Akademia Kombëtare e Shkencave të Shteteve të Bashkuara vlerësoi se dëmtimi ekonomik mund të arrinte 2 trilion dollar, 20 herë më shumë se dëmtimi nga uragani Katrina. Raporti parashikoi se deri në 130 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara mund të mbeten pa energji elektrike, dhe koha e nevojshme për rikuperim të plot mund të jetë 4 deri në 10 vjet. Por efektet nuk do të kufizoheshin në rrjetet elektrike. Satelitët në orbit do të ishin veçanërisht të cenueshëm. Grimcat energjetike nga një stuhie diellore ekstreme mund të depërtojnë në elektronikën e satelitëve, duke shkaktuar atë që inxhinierët e quajnë ngjarje efekti i vetëm. Një grimcë energjetike godet një qark të vetëm dhe shkakton një gabim. Në rastet më të këqija mund të shkaktojë dëmtim të përhershëm. Gjatë stujit të mëdha diellore në të kaluarën, satelit janë humbur plotësisht. Në janar të vitit 1988, një satelit komunikimi i quajtur Anik-E një humbi kontrolin gjatë një stuhje diellore dhe nuk u rikuperua kurrë plotësisht. Dhe pastaj janë sistemet e navigimit. Miliarda njerëz dhe pajisje mbështeten në GPS, sistemin global të pozicionimit, për navigim. Por GPS funksionon duke matur kohën që i duhet sinjaleve radio
për të udhëtuar nga satelitët në orbit në Marsin tuaj. Këto sinjale duhet të kalojnë përmes ionosferës, shtresës së ionizuar të atmosferës, midis 50 dhe 1000 kilometra lartësi. Në kushte normale, ionosfera shkakton një vonesë të parashikueshme që Marsit GPS mund ta korrigjojnë, por gjatë një stuhje diellore, ionosfera bëhet kaotike. Densiteti i elektroneve ndryshon shpejt dhe në mënyrë të paparashikueshme. Kjo shkakton gabime në llogaritjet e GPS, gabime që mund të arrijnë 10 metra. Për shumicën e njerëzve, një gabim 10 metrash në GPS nuk është problem i madh, por për sistemet që mbështeten në pozicionim të saktë, avionët që po ulen, anijet që po lundrojnë në kanale të ngushta, pajisjet bujësore autonome, mund të jetë i rrezikshëm. Dhe për sistemet financiare që përdorin GPS për sinkronizimin e kohës me saktësi mikrosekondale, edhe gabimet të vogla mund të shkaktojnë probleme. Ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie që rrallë diskutohet, efekti në njerëzit që fluturojnë në lartësi të mëdha. Pilotët dhe stjuardesat që fluturojnë rregullisht, veçanërisht në rrugë polare ku mbrojtja magnetike është më e dobët, marrin doza rrezatimi që janë të krahasueshme me ato të punonjësve të rrezatimit mjekësor. Gjatë një stuhie diellore të madhe, doza mund të rritet me një faktor 10 ose më shumë. Një fluturim i vetëm gjatë një stuhie të fortë mund të japë një dozë rrezatimi sa disa radiografi të gjoksit. Për këtë arsye, qendrat e parashikimit të motit hapësinor lëshojnë paralajmërime për industrinë e aviacionit gjatë stuhi diellore. Kompanitë ajrore mund të vendosin të ndryshojnë rrugët e fluturimit, të ulin lartësinë e fluturimit ose në raste ekstreme të shtyjnë fluturimet. Por këto vendime kanë kosto ekonomike. Një rrugë më e gjatë do të thotë më shumë karburant, më shumë kohë, më pak efikasitet. Dhe në një industri ku marzet e fitimit janë të holla, këto kosto shtesë mund të jenë të rëndësishme. Por le të ndalemi dhe të shohim imazhin e plot që po zbulohet para nesh, sepse ajo që po diskutojmë këtu nuk është thjesht një ngjarje izoluar natyrore. Është një zbulim thelbësor për natyrën e ekzistencës sonë në këtë univers. Për 4 miliardë gjysmë vjet, jeta në tokë ka evoluar në një iluzion sigurie. Ne kemi ndërtuar qytetrime, kemi krijuar teknologji, kemi pushtuar planetin. Të gjitha duke supozuar se mjedisi ynë kozmik është i qëndrueshëm, i parashikueshëm, i sigurt. Por realiteti është se ne jemi duke jetuar në një zonë lufte aktive kozmike, ku armët janë aq të fuqishme sa çdo gjë që kemi ndërtuar mund të zhduket në qaste. Dhe këtu vjen paradoksi më i thellë i ekzistencës sonë moderne. Sa më të avancuar bëhemi teknologjikisht, aq më të cenueshëm bëhemi ndaj forcave që kanë qenë gjithmonë atje. Një njeriu i shekullit të 18 që jetonte pa elektricitet, pa satelit, pa elektronik, ishte pothuajse imun ndaj stuhi diellore. Një stuhie si ajo e Carrington ishte një shfaqje e bukur në qiell, asgjë më shumë. Por ne, me të gjithë inteligjencën tonë, me të gjithë teknologjinë tonë, kemi ndërtuar një qytetërim që mund të paralizohet nga një shpërthim plazme që ndodh në një ylli 150 milion kilometra larg. Le të eksplorojmë thellësinë e kësaj cenueshmërie. Në këtë moment, mbi 500 satelit aktiv po orbitojnë tokën në atë që quhet orbita geostacionare, një lartësi e saktë prej 35.806 km mbi ekuator, ku një satelit rrotullohet me të njëjtën shpejtësi si toka, duke u dukur sikur është i palvishëm në qiell. Këta satelit janë shtyllat e komunikimit global. Çdo transmetim televiziv satelitor, çdo telefonat ndërkontinentale, çdo transakcion financiar ndërkombëtar, të gjitha kalojnë përmes këtyre satelitëve. Dhe të gjithë janë në lartësinë e saktë ku magnetosfera e tokës është më e dobët, ku grincat energjetike nga një stuhje diellore kanë akses më të lehtë. Por ka diçka eve më shqetësuese. Në vitet e fundit, ne kemi filluar të vendosim konstelacione gjigante satelitësh në orbit të ulët, Starlink i SpaceX, OneWeb, Project Kuiper i Amazon. Qëllimi është të sigurohet internet me shpejtësi të lartë në çdo cep të planetit, por këto satelit orbitojnë në lartësi midis 3500 dhe 1200 kilometra, pikrisht zona ku atmosfera zgjerohes gjatë stuhi diellore.
çdo stuhje e madhe rrit rezistencën atmosferike, duke përshpejtuar rënien e tyre. Në shkurt të vitit 2022, SpaceX humbi 40 satelit Starlink, të gjithë të rinj sapo të lëshuar, për shkak të një stuhie diellore relativisht të moderuar që zgjeroi atmosferën më shumë se sa pritej. Tani imagjinoni një ngjarje në nivelin e Carrington, jo 40 satelit, por mijëra, jo një kompani, por industria e tërë globale e satelitëve. Dhe jo vetëm humbje të përkohshme të sinjalit, por dëmtim fizik të përhershëm të harduerit që kushton miliarda dolar dhe vite për t'u zvendësuar. Kjo nuk është spekulim teorik. Është një skenar që agjencitë hapësinore dhe kompanitë satelitore e konsiderojnë seriozisht. Dhe është një skenar për të cilin në të vërtet nuk kemi zgjidhje të plot. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të flasim për diçka që shumica e njerëzve nuk e din, se sa afër kemi qenë në të kaluarën nga një katastrofë e vërtet. Në korrik të vitit 2012, vetëm 12 vjet më parë, dielli lëshoi një nga shpërtimet më të fuqishme të regjistruara ndonjëherë. Ishte një shpërthim klasi GES 1.4, i ndjekur nga një CME që po lvizte me shpejtësi mbi 3000 km në sekond, pothuajse 2 fishi shpejtësisë së CME së që na goditi më 20 janar. Studimet e mvonshme treguan se kjo CME kishte karakteristika të ngjashme me ngjarjen Carrington. Nëse do të kishte goditur tokën, pasojat do të ishin katastrofike, por nuk na goditi. Kaloi përmes orbitës së tokës, pikërisht ku planeti ynë kishte qenë vetëm një javë më parë. Një javë. 7 ditë. Nëse toka do të ishte në atë pikë të orbitës së saj rreth diellit vetëm 7 ditë më vonë, historia e qytetërimit modern mund të kishte marrë një kthes dramatike. Rrjetet elektrike në të gjithë botën mund të ishin shkatërruar. Satelitët mund të ishin dëmtuar masivisht. Komunikimi global mund të ishte ndërprer për muaj. Dhe ne, të gjithë ne, do të ishim detyruar të përballeshim me një realitet që kemi zgjedhur të injorojmë, se qytetërimi ynë teknologjik është ndërtuar mbi një themel jashtëzakonisht të brisht. Dhe këtu është pjesa që duhet t'ju bëj të ndaloni dhe të mendoni, kjo nuk ishte një ngjarje unike. Analiza e bërthamave të akullit nga Groenlanda dhe Antarktida, shtresa akullnajash që përmbajnë regjistrime kimike të atmosferës së tokës për 10 mijëra vjet, tregon se ngjarje në nivelin e Carrington ndodhin mesatarisht një herë në çdo 500 vjet. Ngjarja Carrington e vitit 1859 nuk ishte një anomali, ishte normale. Dhe ne jemi tashmë 167 vjet larg asaj ngjarjeje. Statistikisht, ne jemi duke hyrë në periudhën kur një ngjarje tjetër bëhet gjithnjë e më e mundshme. Por ka edhe ngjarje më të mëdha. Në vitin 894 pas Krishtit, 1132 vjet më parë, toka u godit nga ajo që shkencëtarët e quajnë ngjarja Miyake, e emëruar sipas fizikanit japonez që zbuloi atë në regjistrate unazave të pemëve. Nivelet e karbonit 14 në unazat e pemëve nga ajo vit tregojnë një rritje të papritur, një shenjë e një stuhie të fuqishme rrezatimi kozmik. Analiza sugjeron se kjo ishte një ngjarje diellore 10 herë më e fuqishme se ngjarja Carrington. 10 herë. Dhe ka prova për ngjarje të ngjashme në vitet 594 para Krishtit dhe në vitet e tjera të largëta. Çfarë do të ndodhte nëse një ngjarje Miyake do të godiste sot? Modelet kompjuterike sugjerojnë se do të ishte një ngjarje në nivel ekstinksioni për qytetërimin teknologjik. Jo në kuptimin se njerëzit do të vdisnin masivisht, mbrojtja atmosferike do të na mbante të sigurt nga rrezatimi, por në kuptimin se infrastruktura që mban funksionimin e shoqërisë moderne do të shkatërrohej aq thellësisht sa rikuperimi mund të ishte i pamundur. Imagjinoni një botë ku të gjithë satelitët janë të padobishëm, ku rrjetet elektrike në rrite të kontinente të tëra janë djegur, ku komunikimi ndërkombëtar është kthyer në nivelin e shekullit të 19, ku zinxhirët e furnizimit global që mbështeten në koordinim të saktë elektronik janë shkatërruar. Sa kohë do të duhej për t'u rikuperuar nga një ngjarje e tillë? Dekada? Gjenerata? Dhe këtu vjen pyetja që shkencëtarët, inxhinierët dhe politikbërësit po përpiqen të përgjigjen.
Çfarë mund të bëjmë? Si mund të mbrojmë një qytetërim që është bërë aq i varur nga teknologjia ndaj një kërcënimi që vjen nga vetë burimi i jetës sonë? Përgjigjja e shkurtër është ne po përpiqemi, por nuk jemi afër mjaftueshëm. Sistemi më i avancuar që kemi për të monitoruar dielin është një rrjet satelitësh dhe observatorësh toksor që na japin paralajmërim, por vetëm paralajmërim të shkurtër. Kur një shpërtim diellor ndodh, ne e dim brenda 8 minutash, koha që i duhet dritës për të arritur. Kur një CML shohet, ne mund ta shohim në imazet e koronografit dhe të llogarisim se kur do të arrijë, zakonisht 20 deri në 48 orë më vonë. Por çfarë mund të bëjmë me atë paralajmërim? Operatorët e satelitëve mund të vendosin satelitët në modalitet të sigurt, duke fikur sistemet jo thelbësore për të reduktuar ekspozimin ndaj grimcave energjetike. Operatorët e rrjeteve elektrike mund të rrisin rezervat, të shkëputin transformator të caktuar, të balancojnë ngarkesën. Kompanitë ajrore mund të ndryshojnë rrugët e fluturimit, por këto janë masa mbrojtëse të pjeshme. Ato mund të reduktojnë dëmtimin, por nuk mund ta eliminojnë atë. Dhe për një ngjarje në nivelin e Carrington ose më të madhe, edhe këto masa mund të mos jenë të mjaftueshme. Ka propozime për sisteme më të avancuara. Një ide është të vendoset një satelit në pikën Lagrange L1, një pozicion në hapësirë midis diellit dhe tokës, ku forcat gravitacionale janë të balancuara. Një satelit atje do të kishte një pamje të pandërprerë të diellit dhe do të mund të na jepte paralajmërim shtesë 30 deri në 60 minuta kur një CME është në rrugë. Por edhe me atë paralajmërim shtesë, opsionet tona mbeten të kufizuara. Nuk mund të ndalojmë një CME, nuk mund ta devijojmë atë. Mund vetëm të përpiqemi të mbrojmë sistemet tona dhe të shpresojmë për më të mirën. Një qasje tjetër është të forcohet infrastruktura vetë. Transformatorët mund të projektohen me mbrojtje më të mirë kundër gjijësive. Satelitët mund të ndërtohen me elektronik më të fortë ndaj rrezatimit. Rrjetet elektrike mund të decentralizohen për të reduktuar rrezikun e dështimeve në shkallë të gjerë. Por të gjitha këto kërkojnë investime masive, triliona dollar globalisht, dhe vullnet politik që aktualisht nuk ekziston. Sepse si i bindni njerëzit të shpenzojnë para të mëdha për të mbrojtur kundër një kërcënimi që mund të mos ndodhë për dekada. Si i bindni qeverit të përparsojnë një rrezik kozmik mbi problemet e menjëhershme toksore. Dhe këtu është ironia e hidhur. Ne e dim se kërcënimi është real. Ne e dim se është i pashmangshëm, jo nëse do të ndodhë, por kur. Ne kemi teknologjinë për të monitoruar dielin, për të kuptuar proceset e tij, për të parashikuar sjelljen e tij, deri në një pikë. Por ne nuk kemi vullnetin kolektiv për të vepruar në bazë të asaj njohurie. Jemi si banor të një qyteti që jetojnë në hije në një vulkani aktiv, duke ditur se një ditë ai do të shpërthejë, por duke zgjedhur të mos ndërtojmë strehimore sepse shpërthimi mund të mos ndodhë sot. Por le të kthehemi te ngjarjet e janarit 2026, sepse ato na ofrojnë një mësim kritik. Stuhja që na goditi ishte e fortë, G4, një nga më të fortat në dekadë. Por nuk ishte katastrofike. Humbëm disa satelit, kishim ndërprerje të vogla të GPS-it, kishte luhatje në rrjetet elektrike, por qytetërimi vazhdoi të funksionoj. Dhe kjo na jep një dritare për të kuptuar se çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon në mbrojtjen tonë. Ajo që funksionoi ishte sistemi i paralajmërimit. Qendra e parashikimit të motit hapësinor e NOAAS dhe partnerët e saj ndërkombëtar zbuluan shpërtimin menjëherë. Ata llogaritën trajektoren e CMS. Ata lëshuan paralajmërime me orë përpara se stuhia të arrinte, dhe operatorët e infrastrukturës kritike, kompanitë satelitore, kompanitë e energjisë elektrike, kompanitë ajrore, morën masa paraprake. Kjo koordinim, ky rrjet global i monitorimit dhe komunikimit, shpëtoi ndoshta miliarda dollar në dëmtime. Por ajo që nuk funksionoi, ose më sakt, ajo që zbuloi dobësit tona, ishte shkalla e cenueshmërisë. Edhe me paralajmërim, edhe me masa paraprake, ne prap patëm probleme. Satelitët prap u dëmtuan. GPS i prap pati gabime. Njerëzit prap ndjen efekte shëndetësore. Dhe kjo ishte nga një stuhie që ishte vetëm një fraksion i fuqisë së asaj që dielli është i aftë të prodhojë.
Imagjinoni nëse do të ishte 5 herë më e fortë, 10 herë, 100 herë. Ka një koncept në shkencën e sistemeve komplekse të quajtur pika e thjerjes, momenti kur një sistem kalon nga një gjendje e qëndrueshme në një gjendje tjetër, shpesh në mënyrë të papritur dhe të paktyeshme. Qytetërimi ynë teknologjik mund të jetë duke u afruar me një pikë të tillë thjerje. Sa më shumë të varemi nga teknologjia, sa më të ndërlidhura të bëhen sistemet tona, aq më e madhe bëhet rreziku që një goditje e vetme, një stuhie dielore mjaftueshëm e madhe, të shkaktojë një efekt domino që mund të rrëzojë gjithçka. Dhe këtu është pjesa që duhet t'ju mbajë zgjuar natën. Ne nuk jemi duke u përgatitur mjaftueshëm shpejt. Ndërsa lexoni këto fjalë, dielli po vazhdon ciklin e tij. Cikli diellor 25 po afrohet me maksimumin e tij, periudha kur aktiviteti diellor është në kulm. Parashikimet sugjerojnë se maksimumi do të ndodhë diku midis vitit 2026 dhe 2027. Kjo do të thotë se ne jemi duke hyrë në periudhën më të rrezikshme të këtij cikli. Çdo ditë që kalon, probabiliteti i një shpërtimi të madh rritet. Dhe nuk është vetëm dielli. Ka kërcënime të tjera kozmike që ndërveprojnë me cenueshmërinë tonë teknologjike. Rrezet kozmike, grinca me energji të lartë që vijnë nga jashtë sistemit ton diellor, nga eksplodzionet e supernovave dhe ngjarje të tjera kozmike, gjithashtu mund të dëmtojnë satelitët dhe elektronikën. Asteroidët. Edhe pse rreziku i një goditjeje të madhe është i ulët, mbeten një kërcënim ekzistencial. Dhe ka edhe fenomene që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht. Anomali në fushën magnetike të tokës, ndryshime në aktivitetin diellor që nuk përputhen me modelet tona, ngjarje të rralla por ekstreme që historia gjeologjike sugjeron se kanë ndodhur, por që ne nuk i kemi parë në epokën moderne, por ndër të gjitha këto kërcënime, dielli mbetet më i afërti, më i shpeshti dhe në shumë mënyra më i frikshmi. Sepse ndryshe nga një asteroid që mund të shmangim ose një supernovë që është shumë larg, dielli është pikërisht atje, 150 milion kilometra larg, duke na përshkruar me energji çdo sekond, duke mbajtur një arsenal armësh që mund të na godas pa paralajmërim të mjaftueshëm, dhe ndoshta kjo është mësimi më i thellë i ngjarjeve të janarit 2026, se ne duhet të ndryshojmë mënyrën se si mendojmë për marrëdhënien tonë me diellin. Për shumë kohë, ne e kemi parë atë si një burim i mirëqenie i dritës dhe ngrohtësisë, por realiteti është më kompleks dhe më shqetësues. Dielli është një reaktor termonuklear gjigant që ndodh të jetë në një distancë që lejon jetën, por që gjithashtu na ekspozon ndaj forcave që mund të shkatërrojnë gjithçka që kemi ndërtuar. Ne jemi duke jetuar në atë që shkencëtarët e quajnë zona e banueshme, rajoni rreth një ylli ku temperaturat lejojnë ujin e lëngshëm dhe përrjedhoj jetën siç e njohim. Por ka një zonë tjetër që duhet të konsiderojmë, zona e qëndrueshmërisë teknologjike. Rajoni ku një qytetërim teknologjik mund të ekzistojë pa u shkatërruar nga aktiviteti i yllit të tij. Dhe pyetja që po fillojmë ta bëjmë është: a jemi ne brenda asaj zone? Ose a kemi ndërtuar një qytetërim që është thelbësisht i paqëndrueshëm në mjedisin kozmik ku ekziston? Kjo nuk është një pyetje akademike, është një pyetje ekzistenciale që do të përcaktojë të ardhmen e specieve tona. Sepse nëse vazhdojmë të ndërtojmë një qytetërim gjithnjë më të varur nga teknologjia, pa marrë masa adekuate për ta mbrojtur atë nga kërcënimet kozmike, ne po krijojmë kushtet për një kolaps të mundshëm. Dhe ndryshe nga kolapset e qytetërimeve të kaluara, që ishin lokal dhe nga të cilat njerëzimi mund të rikuperohej, një kolaps i qytetërimit global teknologjik mund të na kthejë mbrapa me shekuj ose mijëvjeçar. Por ka edhe një mesazh shprese në këtë histori. Fakti që ne mund ta parashikojmë këtë kërcënim, që mund ta studiojmë atë, që mund ta kuptojmë atë, kjo na jep fuqi. Ne nuk jemi të pafuqishëm. Ne kemi zgjedhje. Mund të investojmë në sisteme më të mira të monitorimi. Mund të ndërtojmë infrastrukturë më rezistente. Mund të zhvillojmë protokolle më të mira për t'u përgjigjur emergjencave. Mund të krijojmë rezerva dhe sisteme rezervë. Mund të decentralizojmë sistemet kritike për të reduktuar rrezikun e dështimeve në shkallë të gjerë. Por më e rëndësishmja,
ne mund të ndryshojmë mënyrën se si mendojmë për veten tonë dhe vendin tonë në univers. Ne nuk jemi zotër të pavarur të një planeti të izoduar. Jemi banor të një sistemi diellor dinamik, pjesë e një galaksie që është plot me energji dhe rreziqe. Mbijetesa jon afatgjat varet nga aftësia jon për të kuptuar dhe për t'ju përshtatur këtij realiteti. Ngjarjet e janarit 2026 ishin një kujtesë, një paralajmërim i butë nga universi. Dielli na tregoi një fraksion të vogël të fuqisë së tij, dhe edhe ajo ishte mjaft për të shkaktuar probleme, për të na bërë të ndalojmë dhe të mendojmë. Pyetja tani është, a do të dëgjojmë atë paralajmërim? A do të marrim masa para se të vijë stuhia e vërtet e madhe? Apo do të vazhdojmë të jetojmë në iluzionin e sigurisë, duke shpresuar se fati do të jetë në anën tonë? Sepse një gjë është e sigurt, dielli do të shpërthejë përsëri. Dhe një ditë, ndoshta në jetën tonë, ndoshta në jetën e fëmijëve tan, ai do të lëshojë një stuhie që do të testojë çdo aspekt të qytetërimit tonë. Dhe në atë moment, ne do të zbulojmë nëse kemi qenë mjaftueshëm të urtë për t'u përgatitur, ose nëse kemi qenë shumë të shkujdesur për të parë rrezikun që ishte gjithmonë atje, duke na shikuar nga qielli. Por tani le të ndalemi dhe të bëjmë diçka që shkencëtarët rrallë bëjnë publikisht. Le të pranojmë kufijtë e njohurive tona. Sepse për çdo gjë që ju kam thënë deri tani, për çdo mekanizëm që kam shpjeguar, për çdo parashikim që kam përmendur, ka një oqean të panjohur që shtrihet përtej. Dhe ndoshta ajo që nuk e dim, është edhe më e rëndësishme se ajo që dim. Ne e dim se si funksionon rilidhja magnetike, por nuk e dim pse disa rajone diellore prodhojnë shpërthime gjigante, ndërsa të tjerë me konfigurime të ngjashme mbeten të qeta. Ne mund të matim shpejtësinë e një CME-je, por nuk mund të parashikojmë me saktësi se si fusha magnetike brenda saj do të jetë orientuar kur të arrijë tokën. Dhe kjo orientim është ajo që përcakton nëse do të kemi një stuhie të lehtë apo një katastrofë. Ne kemi modele kompjuterike të sofistikuara të magnetosferës, por ato modele dështojnë rregullisht të parashikojnë detajet e stuhitë të vërteta, sepse sistemi është aq kompleks, aq kaotik, sa që ekuacionet tona matematikore thjesht nuk janë të mjaftueshme. Dhe pastaj është pyetja më e madhe, ajo që më mban mua dhe kolegët e mi zgjuar natën. A ka ngjarje diellore që ne as nuk i kemi imagjinuar ende? Historia gjeologjike sugjeron se po. Ngjarjet mijake që përmenda më parë, ato shpërthime gjigante që ndodhin çdo 1000 vjet ose kështu, ne ende nuk e kuptojmë plotësisht se çfarë i shkakton ato. A janë thjesht shpërthime diellore jashtëzakonisht të mëdha, apo është diçka tjetër, një lloj tjetër ngjarje që dielli ën mund të prodhojë, diçka që ne nuk e kemi parë në epokën moderne të vëzhgjimeve? Ka një teori, ende shumë spekuluese, por shqetësuese, se dielli mund të prodhojë atë që quhet supershpërthim. Në yje të tjerë, veçanërisht në yje të rinj dhe më aktiv, kemi vëzhguar shpërthime që janë mijëra ose 10.000 herë më të fuqishme se çdo gjë që kemi parë nga dielli ynë. Për një kohë të gjatë, shkencëtarët mendonin se dielli ynë, një yll i mesëm i moshuar, relativisht i qetë, nuk ishte i aftë për ngjarje të tilla. Por pastaj, në vitin 2019, një ekip shkencëtarësh japonez analizoi të dhëna nga misioni Kepler i NASA-s dhe zbuloi se edhe yje si dielli ynë mund të prodhojnë super shpërthime. Rrallë, ndoshta një herë në disa mijë vjet, por të mundshme. Çfarë do të ndodhte nëse një super shpërthim do të godiste tokën? Modelet janë të pasigurta, por sugjerojnë se rrezatimi do të ishte aq intensiv sa do të dëmtonte seriozisht shtresën e ozonit, mburojën tonë kundër rrezatimit ultraviolet. Një zvoglim i madh i ozonit do të rriste rrezatimin UV në sipërfaqen e tokës me një faktor 5 ose 10, duke shkaktuar dëmtime masive në ekosistemet detare, në bujqësi, në shëndetin njerëzor. Dhe kjo do të ishte vetëm fillimi. CME-ja që do të ndiqte do të ishte aq masive sa mund të shkatërronte plotësisht magnetosferën tonë për ditë ose javë, duke na lënë të ekspozuar ndaj rrezatimit kozmik në nivele që nuk janë parë për miliarda vjet. Por këtu është pjesa që më frikson më shumë.
Ne nuk e dim sa shpesh ndodhin këto ngjarje. Regjistri gjeologjik na jep disa të dhëna, por është i paplot. Ka qenë ekstinktime masive në historinë e tokës. Ngjarje ku përqindja e madhe e specieve zhduken në një periudhë relativisht të shkurtër. Dhe për disa prej tyre, ne ende nuk kemi shpjegim të plot. A mund të kenë qenë disa prej tyre shkaktuar nga ngjarje diellore ekstreme? Nuk e dim, por mundësia ekziston. Dhe pastaj është një pyetje edhe më themelore. Sa mirë e kuptojmë ne vërtet diellin ton? Ne e kemi studiuar për shekuj. Kemi teleskop në tokë dhe në hapësirë që e monitorojnë çdo ditë. Kemi modele kompjuterike që simulojnë brendësinë e tij. Por dielli është një objekt me një kompleksitet të jashtëzakonshëm. Në bërthamën e tij, 600 milion ton hidrogen shndërrohen në helium çdo sekond përmes proceseve të bashkimit bërthamor që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht në të gjitha detajet e tyre. Energjia që gjenerohet atje duhet të udhtojë përmes qindra mijëra kilometrave plazme të dendur, një proces që merr dhjetra mijëra vjet përpara se të arrijë sipërfaqen. Dhe gjatë gjithë asaj udhtimi, ajo energji ndërvepron me fusha magnetike, me val, me turbulencë në mënyra që ne ende po përpiqemi të modelojmë. Ka një fenomen të quajtur problemi i ngrohjes koronale, që ka hutuar shkencëtarët për më shumë se 70 vjet. Sipërfaqja e diellit është rreth 5500 gradë Celsius, por korona, shtresa e jashtme e atmosferës diellore, është mbi 1 milion gradë. Si mund të jetë shtresa e jashtme më e nxehtë se sipërfaqja? Kjo shkel ligjet themelore të termodinamikës. Nxehtësia duhet të rrjedhë nga rajonet e nxehta në ato të ftohta, jo anasjeltas. Ne kemi teoria, val magnetike, rilidhje në shkallë të vogël, procese të tjera, por asnjë shpjegim i plot që të përputhet me të gjitha vëzhgjimet. Dhe nëse ne nuk e kuptojmë plotësisht një fenomen aq themelor si temperatura e koronës, çfarë tjetër po na mungon? Çfarë procesesh të tjera po ndodhin në diell që ne as nuk i kemi zbuluar ende? Çfarë llojesh të tjerë ngjarjesh mund të prodhoj që ne nuk i kemi parë sepse nuk kemi qenë duke vëzhguar mjaftueshëm gjatë? Por le të shkojmë edhe më thellë në panjohur. Le të flasim për diçka që shumica e njerëzve nuk e din. Se dielli ynë është vetëm një nga rreth 200 miliard yje në galaksinë tonë. Rrugën e Qumështit. Dhe rruga e Qumështit është vetëm një nga rreth 2 trilion galaksi në universin e vëzhgueshëm. Kjo do të thotë se ka rreth 400 sekstilion yje atje jashtë. Një 4 me 23 zero pas saj. Dhe pothuajse të gjitha ata yje po kalojnë përmes cikleve të ngjashme me diellin ton, duke prodhuar shpërthime, duke lëshuar C me E, duke ndikuar në planetet që mund të orbitojnë rreth tyre. Tani mendoni për këtë. Nëse ka qytetërime të tjera teknologjike atje jashtë, dhe statistikisht duke pasur parasysh numrin e madh të yjeve dhe planeteve, duket pothuajse e sigurt se ka. Ato gjithashtu po përballen me të njëjtin problem që ne po përballemi. Ato gjithashtu kanë ndërtuar teknologji që i bën të cenueshëm ndaj yjeve të tyre. Ato gjithashtu po përpiqen të gjejnë mënyra për të mbrojtur nga forcat kozmike që janë jashtë kontrollit të tyre. Dhe kjo na çon te një pyetje filozofike e thellë. A është kjo një filtr universal? A është cenueshmëria ndaj aktivitetit diellor një nga arsyet pse ne nuk kemi parë prova të qytetërimeve të avancuara në univers? Ndoshta çdo qytetërim që arrin një nivel të caktuar teknologjik bëhet aq i varur nga teknologjia sa që një ngjarje diellore e madhe mund ta shkatërrojë atë. Dhe ndoshta shumica e qytetërimeve nuk arrin të kalojnë këtë pikë kritike, ose sepse nuk e shohin rrezikun në kohë, ose sepse nuk kanë vullnetin kolektiv për të vepruar. Kjo është një mendim i frikshëm, por është gjithashtu një thirrje për veprim, sepse nëse ne jemi ndër qytetërimet e para që e kuptojnë këtë rrezik dhe që kanë teknologjinë për të bërë diçka në lidhje me të, atëhere ne kemi një përgjegjësi, jo vetëm ndaj vetes son, por ndaj të gjithë jetës në tokë, dhe ndoshta ndaj të ardhmes së jetës inteligjente në univers. Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie që duhet të eksplorojmë. Marrëdhënien tonë psikologjike dhe kulturore me diellin. Për mijëra vjet,
Njerëzimi ka adhuruar diellin si një perëndi. Egjiptianët e lashtë e quanin Ra, grekët e quanin Helios, aztekat e quanin Tonatiuh dhe i bënin flijime njerëzore për të siguruar që ai të vazhdonte të ngrihej çdo mëngjes. Pothuajse çdo kulturë në histori ka pasur një formë adhurimi diellor, sepse njerëzit e hershëm e kuptonin instinktivisht atë që shkenca moderne ka konfirmuar, se jeta jonë varet absolutisht nga dielli. Por në epokën moderne, ne kemi humbur atë ndjenjë të lidhjes dhe varësisë. Shumica e njerëzve në shoqëritë industriale jetojnë në qytete ku ndriçimi artificial na lejon të injorojmë ciklin natyror të ditës dhe natës. Ne punojmë në ndërtesa pa dritare, ne kalojmë orë të tëra duke shikuar ekrane. Ne kemi harruar se çfarë do të thotë të jetosh në harmoni me diellin. Dhe në procesin e harrimit të asaj lidhjeje, ne gjithashtu kemi harruar se sa të cenueshëm jemi ndaj tij. Ndoshta kjo është një nga mësimet më të rëndësishme të ngjarjeve të janarit 2026, se ne duhet të rivendosim atë ndjenjë të lidhjes me diellin, jo si adhurues të verbër, por si qenie inteligjente që kuptojnë se ekzistenca e tyre është e thurur në mënyrë të pandashme me një forcë kozmike që është njëkohësisht jepëse e jetës dhe potencialisht shkatërruese. Dhe kjo na çon te pyetja përfundimtare. Çfarë do të thotë të jesh një qytetërim i pjekur në univers? Unë do të argumentoja se një qytetërim i pjekur është ai që e kupton vendin e tij në kozmos, që e njeh se është i vogël, i brisht, i varur nga forca që janë jashtë kontrollit të tij, por që megjithatë merr përgjegjësi për mbjetesën e tij. Një qytetërim i pjekur nuk jeton në iluzionin e sigurisë. Ai përqafon realitetin e pasigurisë dhe ndërton rezistencë në sistemet e tij. Ne nuk jemi ende atje. Ne jemi ende një qytetërim adoleshent, plot me energji dhe kreativitet, por gjithashtu impulsiv, i shkujdesur, i prirur të mendoj se është i pavdekshëm. Por ngjarjet si ato të janarit 2026 na japin mundësinë të pjekemi. Ato na kujtojnë se universi nuk është i projektuar për rehatin ton. Ai është i pandiferencë ndaj ekzistencës son. Dhe nëse duam të mbjetojmë, jo vetëm si individ, por si specie, si qytetërim, ne duhet të mësojmë të jetojmë me atë realitet. Kjo nuk do thotë të jetojmë në frikë, do të thotë të jetojmë me vetdije. Do të thotë të ndërtojmë sisteme që janë rezistente. Do të thotë të investojmë në shkencë dhe teknologji që na lejojnë të kuptojmë dhe të parashikojmë kërcënimet kozmike. Do të thotë të krijojmë kultura dhe institucione që mund të mendojnë afatgjatë, jo vetëm për ciklin e ardhshëm elektoral ose raportin e ardhshëm tremujor, por për dekada dhe shekuj përpara. Dhe ndoshta, më e rëndësishmja, do të thotë të njohim se ne të gjithë jemi në të njëjtën anije hapësinore, këtë planet të vogël blu që rrotullohet përmes hapësirës, i ekspozuar ndaj forcave kozmike që nuk respektojnë kufijtë kombëtar ose ideologjitë politike. Kur një stuhie diellore godet, ajo nuk pyet nëse jeni amerikan apo kinez, i pasur apo i varfër, besimtar apo ateist. Ajo thjesht godet. Dhe mbrojtja jonë kundër saj kërkon bashkëpunim global në një shkallë që ne rrallë kemi arritur. Por le të kthehemi te momenti ku filluam, te trupi juaj, duke dëgjuar këto fjalë. Qelizat tuaja ende po reagojnë ndaj stuhi magnetike që filloi me shpërthimin e 18 janarit. Hormonet tuaja ende po përshtaten. Truri juaj ende po përpunon sinjale nga një mjedis elektromagnetik që është pak i ndryshëm nga normalia. Dhe në një kuptim të thellë, kjo lidhje fizike midis trupit tuaj dhe diellit është një kujtesë e asaj që jemi. Jo krijesa të shkputura nga universi, por pjesë integrale të tij. Çdo atom në trupin tuaj, përveç hidrogenit i cili u krijua në Big Bang, u krijua në brendësinë e një ylli. Karboni që formon bazën e ADN-s suaj, oksigjeni që merr një frym, kalciumi në kockat tuaja, hekuri në gjakun tuaj, të gjitha u krijuan përmes bashkimit bërthamor në yje që jetuan dhe vdiqën para se dielli ënd të lindë. Ju jeni, në kuptimin më literal, pluhur yjor. Dhe dielli që po na godet me stuhit e tij, është i lidhur me ju përmes një zinshiri të pandërprer shkaksor që shtrihet mbrapa në kohë
për miliarda vjet. Kjo lidhje është njëkohësisht e bukur dhe e frikshme. Është e bukur sepse na kujton se jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetja jonë individuale, një univers i gjallës, dinamik, në evolucion të vazhdueshëm. Është e frikshme sepse na kujton se forcat që na krijuan janë ende aktive, ende të fuqishme, ende të afta të na shkatërrojnë. Por ndoshta kjo është pikërisht ajo që na duhet të kuptojmë. Ekzistenca nuk vjen me garanci. Jeta, veçanërisht jeta inteligjente, jeta e vetëdijshme, jeta që mund të reflektojë mbi ekzistencën e saj, është një fenomen i rrallë dhe i çmuar në univers. Dhe mbrojtja e saj kërkon më shumë se fat. Kërkon zgjuarsi, parashikim, guxim për të përballuar të vërtetat e vështira. Stuhia e janarit 2026 kaloi. Dëmtimi ishte i kufizuar. Jeta vazhdoi. Por ajo ishte një paralajmërim, një mesazh nga universi që ne duhet ta dëgjojmë, sepse stuhia e ardhshme mund të mos jetë aq e butë. Dhe pyetja që do të përcaktoj të ardhmen tonë është: a do të jemi gati? Unë nuk mund t'ju jap një përgjigje të sigurt. Askush nuk mund, sepse e ardhmja nuk është e shkruar. Ajo krijohet nga zgjedhjet që bëjmë sot, si individ, si shoqëri, si specie. Çdo investim në shkencë, çdo përmirësim në infrastrukturë, çdo hap drejt bashkëpunimit global, çdo moment i vetëdijes për vendin tonë në univers, të gjitha këto na çojnë pak më afër një të ardhme ku ne mund të mbijetojmë jo vetëm stuhitë e ardhshme diellore, por çdo sfidë që universi mund të na hedhë. Dhe ndoshta, në fund, kjo është historia e vërtetë që duhet të tregojmë. Jo vetëm historia e një stuhie diellore në janar 2026, por historia e një specieji që po mëson të jetojë me vetëdije në një univers që është njëkohësisht shtëpia jonë dhe sfida jonë më e madhe. Një specie që po kalon nga adoleshenca në pjekuri, nga ignoranca në kuptim, nga frika në guxim. Dielli do të vazhdojë të shpërthejë, stuhit do të vinë. Por nëse ne zgjevim urtësinë mbi shkujdesjen, parashikimin mbi reagjimin, bashkëpunimin mbi ndarjen, atëherë ndoshta, vetëm ndoshta, ne do të jemi gati. Jo vetëm për të mbijetuar, por për të lullëzuar. Jo vetëm për të duruar, por për të evoluar në një qytetërim që është vërtet i denjë për emrin i avancuar. Dhe kur ajo stuhje e madhe vjen, sepse do të vijë, ne do të qëndrojmë jo si viktima të pafuqishme të forcave kozmike, por si krijues inteligjent që kanë zgjedhur të marrin përgjegjësi për fatin e tyre. Kjo është sfida jonë. Kjo është mundësia jonë. Kjo është e ardhmja që mund të krijojmë, nëse guxojmë. Sepse në fund, historia e diellit dhe tokës nuk është vetëm një histori e fizikës dhe astronomisë. Është një histori për ne. Për atë që do të thotë të jesh i gjallë në këtë univers të mahnitshëm dhe të rrezikshëm, dhe për zgjedhjet që bëjmë kur përbalemi me forcat që janë jashtë kontrollit ton, por jo jashtë kuptimit ton. Stuhja e janarit 2026 ishte një fillim, fillimi i një vetëdije të re, një pjekurie të re, një përgjegjësie të re. Dhe çfarë do të bëjmë me atë fillim? Kjo është historia që ne, së bashku, do ta shkruajmë në vitet dhe dekada që vijnë. Dielli po na shikon, universi po pret, dhe e ardhmja jon, është ende për t'u vendosur. Por tani le të ndalemi dhe të bëjmë diçka që rrallë bëhet në dokumentarët shkencor. Le të pranojmë hapur se sa pak e dim në të vërtetë. Sepse për çdo mekanizëm që kam shpjeguar, për çdo proces që kam përshkruar, ekziston një oqean i panjohur që shtrihet përtej kufive të njohurive tona. Dhe ndoshta ajo që nuk e dim është edhe më e rëndësishme se ajo që dim. Ne e dim se si funksionon rilidhja magnetike në nivel teorik, por nuk e dim pse disa rajone diellore me konfigurime identike magnetike prodhojnë shpërtime katastrofike, ndërsa të tjerë mbeten plotësisht të qetë. Ne mund të matim shpejtësinë e një CME me saktësi të mahnitshme, por nuk mund të parashikojmë me siguri se si fusha magnetike brenda saj do të jetë orientuar kur të arrijë tokën. Dhe kjo orientim, vetëm disa gradë ndryshim, është ajo që përcakton nëse do të kemi një shfaqje të bukur aurorale apo një kolaps të rrjetit elektrik.
Ne kemi modele kompjuterike që simulojnë magnetosferën me miliona linja kodi, por ato modele dështojnë rregullisht kur përballen me kompleksitetin e vërtet të një stuhie reale, sepse kaosi i sistemit te i kalon çdo ekuacion që kemi shkruar. Dhe pastaj është pyetja që më mban mua dhe kolegët e mi zgjuar natën. A ka lloje ngjarjesh diellore që ne as nuk i kemi imagjinuar ende? Historia gjeologjike na thot se po. Ngjarjet mijake, ato shpartime gjigante që ndodhin çdo 1000 vjet, ne ende nuk e kuptojmë plotësisht se çfarë i shkakton ato. A janë thjesht shpërthime diellore jashtëzakonisht të mëdha? Apo është diçka tjetër, një lloj tjetër fenomeni që dielli ynë mund të prodhojë, diçka që ne nuk e kemi parë në 2 shekujt e vëzhgjimeve moderne? Ka një teori, ende shumë spekuluese por shqetësuese në implikacionet e saj, se dielli mund të prodhojë atë që quhet super shpërthim. Në uje të tjerë, veçanërisht në uje të rinj dhe më aktiv, kemi vëzhguar shpërthime që janë 10.000 herë më të fuqishme se çdo gjë që kemi regjistruar nga dielli ynë. Për dekada, shkencëtarët mendonin se dielli ynë, një yll i mesëm i moshuar, relativisht i qetë, nuk ishte i aftë për ngjarje të tilla. Por pastaj, në vitin 2019, një ekip shkencëtarësh japonez analizoi të dhëna nga misioni Kepler i NASA-s dhe zbuloi se edhe yje identik me diellin ton mund të prodhojnë super shpërthime. Ralle, ndoshta një herë në 5000 vjet, por absolutisht të mundshme. Çfarë do të ndodhte nëse një super shpërthim do të godiste tokën? Modelet janë të pasigurta, plot me supozime, por sugjerojnë se rrezatimi do të ishte aq intensiv sa do të shkatëronte një pjesë të madhe të shtresës së ozonit, mburojën ton kundër rrezatimit ultraviolet. Një zvoglim 50% i ozonit do të rriste rrezatimin UV në sipërfaqen e tokës me një faktor 10, duke shkaktuar dëmtime masive në fitoplanktone, organizmat mikroskopik në oqeane që prodhojnë gjysmën e oksigjenit që merr një frym. Zinxhirët ushqimor detar do të kolapsonin. Bujqësia do të vuante dëmtime të rënda. Kanceri i lëkurës do të bëhej epidemik. Dhe kjo do të ishte vetëm fillimi. Por këtu është pjesa që më frikson më shumë. Ne nuk e dim sa shpesh ndodhin këto ngjarje. Regjistri gjeologjik na jep disa të vëna. Gjurmë të izotopeve radioaktiv në bërthamat e akullit, anomali në unazat e pembe, por është i fragmentuar, i paplot. Ka pasur ekstinktime masive në historinë e tokës, ku përqindja e madhe e specieve zhduken në një periudhë gjeologjikisht të shkurtër, dhe për disa prej tyre, ne ende nuk kemi shpjegim të plot. Ekstinktimi i Devonit të vonë, 375 milion vjet më parë. Ekstinktimi i Ordovisianit, 445 milion vjet më parë. A mund të kenë qenë disa prej tyre shkaktuar nga ngjarje diellore ekstreme? Ne nuk e dim, por mundësia ekziston, dhe kjo vetëm duhet të na bëjë të ndalojmë dhe të mendojmë. Dhe pastaj është një pyetje edhe më themelore, më shqetësuese. Sa mirë e kuptojmë ne vërtet diellin ton? Ne e kemi studiuar për 4 shekuj, që nga Galileo. Kemi teleskop në tokë dhe në hapësirë që e monitorojnë 24 orë në ditë. Kemi dërguar sonda që kanë fluturuar përmes koronës së tij, Parker Solar Probe i NASA-s, ka arritur brenda 6 milion kilometrave nga sipërfaqja, duke përjetuar temperatura mbi 1400 gradë Celsius. Por dielli është një objekt me një kompleksitet që sfidojnë imagjinatën. Në bërthamën e tij, 600 milion ton hidrogen shndërrohen në helium çdo sekond përmes proceseve të bashkimit bërthamor që ne ende nuk i kuptojmë plotësisht në të gjitha detajet e tyre. Energjia që gjenerohet atje duhet të udhëtojë përmes qindra mijëra kilometrave plazme të dendur, një proces që merr jo 8 minuta, por 100.000 vjet përpara se të arrijë sipërfaqen. Dhe gjatë gjithë asaj udhëtimi, ajo energji ndërvepron me fusha magnetike, me val, me turbulencë, në mënyra që ne ende po përpiqemi të modelojmë. Ka një fenomen të quajtur problemi i ngrohjes koronale, që ka hutuar shkencëtarët për më shumë se 70 vjet. Sipërfaqja e diellit është rreth 5500 gradë Celsius, por korona, shtresa e jashtme e atmosferës diellore, është mbi 1 milion gradë. Si mund të jetë shtresa e jashtme 180 herë më e nxehtë se sipërfaqja? Kjo shkel ligjet themelore të termodinamikës,
nxehtësia duhet të rrjedhë nga rajonet e nxehta në ato të ftohta, jo anasjeltas. Ne kemi teoria, valë magnetike që transportojnë energji, rilidhjeje në shkallë të vogël që nxejnë plazmën, procese të tjera, por asnjë shpjegim i plot që të përputhet me të gjitha vëzhgjimet. Dhe nëse ne nuk e kuptojmë plotësisht një fenomen aq themelor si temperatura e koronës, çfarë tjetër po na mungon? Çfarë procesesh të tjera po ndodhin që ne as nuk i kemi zbuduar ende? Por le të shkojmë edhe më thellë në panjohur, në pyetjet që na çojnë përtej diellit ton, përtej sistemit ton diellor, në natyrën e vetë ekzistencës. Sepse kur filloni të mendoni vërtet për atë që po ndodh këtu, zbuloni diçka të mahniqme. Historia e diellit dhe tokës është një histori për marrëdhënien midis kaosit dhe rendit, midis shkatërrimit dhe krijimit, midis forcave që janë jashtë kontrollit ton dhe aftësisë son për të kuptuar ato forca. Mendoni për këtë. Dielli ynë është vetëm një nga rreth 200 miliard yje në galaksin ton, rrugën e Qumashtit. Dhe rruga e Qumashtit është vetëm një nga rreth 2 trilion galaksi në universin e vëzhgueshëm. Kjo do të thotë se ka rreth 400 sekstilion yje atje jashtë, një 4 me 23 zero pasaj. Dhe pothuajse të gjitha ata yje po kalojnë përmes cikleve të ngjashme me diellin ton, duke prodhuar shpërthime, duke lëshuar CME, duke ndikuar në planetet që mund të orbitojnë rreth tyre. Tani imagjinoni, dhe kjo është një eksperiment mendor që më bën të ndihem njëkohësisht i vogël dhe i lidhur me diçka të pafundme, se nëse ka qytetërime të tjera teknologjike atje jashtë, dhe statistikisht, duke pasur parasysh numrin e madh të yjeve dhe planeteve, duket pothuajse e sigurt se ka, ato gjithashtu po përballen me të njëjtin problem ekzistencial që ne po përballemi. Ato gjithashtu kanë ndërtuar teknologji që i bën të cenueshëm ndaj yjeve të tyre. Ato gjithashtu po përpiqen të gjejnë mënyra për të mbrojtur nga forcat kozmike që janë jashtë kontrollit të tyre. Dhe kjo na çon te një pyetje që fizikanët dhe filozofët e quajnë paradoksi i Fermit. Nëse universi është aq i madh dhe aq i vjetër, pse nuk kemi parë prova të qytetërimeve të tjera? Ku janë të gjithë? Një përgjigje e mundshme, e frikshme në implikacionet e saj, është ajo që quhet hipoteza e filtrit të madh. Ideja është se ka pengesa, filtra, që qytetërimet duhet të kalojnë për të mbijetuar dhe për të evoluar. Dhe ndoshta shumica e qytetërimeve nuk i kalojnë ato filtra. A mund të jetë cenueshmëria ndaj aktivitetit diellor një nga ato filtra? Mendoni për logjikën. Çdo qytetërim që zhvillon teknologji elektrike dhe elektronike bëhet i varur nga ajo teknologji. Sa më i avancuar bëhet, aq më i varur. Dhe sa më i varur, aq më i cenueshëm ndaj stuhi diellore. Në një moment, qytetërimi arrin një pikë ku një ngjarje diellore mjaftueshëm e madhe mund ta kthejë mbrapa me shekuj, ose ta shkatërroj plotësisht. Dhe nëse ai qytetërim nuk ka parashikuar këtë rrezik, nëse nuk ka ndërtuar rezistencë në sistemet e tij, nëse nuk ka krijuar mbrojtje, atëherë ai thjesht zhduket. Ndoshta galaksia jonë është plot me rrënoja të qytetërimeve që nuk e kaluan këtë filtr. Ndoshta ne jemi duke shikuar në një pasqyrë të së ardhmes son të mundshme, ose, dhe kjo është shpresa që më mban të motivuar, ndoshta ne jemi ndër qytetërimet e para që e kuptojnë këtë rrezik në kohë dhe që kanë teknologjinë dhe urtësinë për të bërë diçka në lidhje me të. Por kjo na kërkon të ndryshojmë mënyrën se si mendojmë për veten tonë dhe vendin tonë në univers. Për mijëra vjet, njerëzimi ka adhuruar diellin si një perëndi. Egjiptianët e lashtë e quanin Ra dhe besonin se çdo mbrëmje ai udhëtonte përmes botës së vdekjes për të rilindur në mëngjes. Grekët e quanin Helios dhe imagjinonin se ai udhëtonte nëpër qiell në një karrocë të zjarrt. Aztekat e quanin Tonatiuh dhe i bënin flijime njerëzore, zemra të nxjerra nga gjokset e të gjallëve, për të siguruar që ai të vazhdonte të ngrihej. Pothuajse çdo kulturë në histori ka pasur një formë adhurimi dielor, dhe në një kuptim, ata kishin të drejtë. Jo në detajet mitologjike, por në njohjen instinktive se jeta jon varet absolutisht nga dielli. Çdo frymëmarrje që merrni, çdo lëvizje që bëni, çdo mendim që mendoni,
të gjitha fuqizohen nga energjia që vjen nga dielli. Bimët e kthejnë dritën e diellit në energji kimike përmes fotosintezës. Ju hani ato bim, ose hani kafsh që han ato bim. Energjia rrjedh nga dielli përmes zinxhirit ushqimor në trupin tuaj. Ju jeni, në kuptimin më literal, një makinë diellore, një mjet për shndërrimin e energjisë diellore në mendim dhe veprim. Por në epokën moderne, ne kemi humbur atë ndjenjë të lidhjes dhe varësisë. Shumica e njerëzve në shoqëritë industriale jetojnë në qytete ku ndriçimi artificial na lejon të injorojmë ciklin natyror të ditës dhe natës. Ne punojmë në ndërtesa pa dritare, në drita fluoreshente që simulojnë diellin, por nuk janë diell. Ne kalojmë orë të tëra, ndonjëherë ditë të tëra, duke shikuar ekrane, duke jetuar në realitete virtuale që nuk kanë asnjë lidhje me ciklin diellor. Ne kemi harruar se çfarë do të thotë të jetosh në harmoni me diellin. Dhe në procesin e harrimit të asaj lidhjeje, ne gjithashtu kemi harruar se sa të cenueshëm jemi ndaj tij. Ne e shohim diellin si një burim të mirëqeni dritës dhe ngrohtësisë, diçka që është thjesht atje, e qëndrueshme, e parashikueshme. Por realiteti është se dielli është një reaktor termonuklear gjigant që ndodh të jetë në një distancë që lejon jetën, por që gjithashtu na ekspozon ndaj forcave që mund të shkatërrojnë gjithçka që kemi ndërtuar. Dhe kjo na çon te një pyetje filozofike që shkon përtej shkencës, përtej teknologjisë. Çfarë do të thotë të jesh i gjallë në një univers që është njëkohësisht shtëpia jote dhe kërcënimi më i madh për ekzistencën tënde? Çfarë do të thotë të ndërtosh një qytetërim në një planet që rrotullohet rreth një ylli që mund të të shkatërrojë në çdo moment? Unë do të argumentoja se kjo është pyetja qendrore e ekzistencës njerëzore në shekullin 21. Ne kemi arritur një pikë në evolucionin ton ku kemi fuqinë të ndryshojmë planetin ton, për mirë ose për keq. Ne kemi fuqinë të shkatërrojmë veten me armë bërthamore. Ne kemi fuqinë të ndryshojmë klimën globale. Ne kemi fuqinë të krijojmë inteligjencë artificiale që mund të tejkalojë inteligjencën tonë. Por ne ende nuk kemi urtësinë për të përdorur atë fuqi me mencuri. Dhe stuhit diellore na kujtojnë se ka forca në univers që janë jashtë fuqisë sonë. Forca që nuk mund t'i kontrollojmë, që nuk mund t'i ndalojmë, që nuk mund t'i negociojmë. Me to, mund vetëm të përpiqemi t'i kuptojmë ato, të parashikojmë ato, dhe të ndërtojmë mbrojtje kundër tyre. Dhe kjo kërkon një lloj përullësie që qytetërimi modern shpesh mungon. Njohen se ne nuk jemi zotër të universit, por banor të tij, subjekt i ligjeve të tij, të varur nga forcat e tij. Por ka edhe një mesazh shprese në këtë njohje, sepse nëse ne mund të pranojmë kufitë e fuqisë sonë, nëse mund të pranojmë se ka gjëra që nuk mund t'i kontrollojmë, atëherë mund të përqendrohemi në atë që mund të kontrollojmë. Përgjigjen tonë. Ne nuk mund të ndalojmë diellin nga shpërthimi, por mund të ndërtojmë rrjete elektrike që janë rezistente ndaj stuhi gjeomagnetike. Ne nuk mund të mbrojmë çdo satelit, por mund t'i projektojmë ato me elektronik më të fortë ndaj rrezatimit. Ne nuk mund të eliminojmë rrezikun, por mund të reduktojmë cenueshmërinë. Dhe kjo na kërkon të mendojmë ndryshe për teknologjinë. Për dekada ne kemi ndjekur një model të centralizimit, rrjete elektrike gjigante që furnizojnë rajone të tëra, satelit që shërbejnë miliona përdorues, sisteme që janë efikase por të brishta. Një goditje në vendin e duhur dhe i gjithë sistemi mund të kolapsohet. Por ka një model alternativ, decentralizimi, redundanca, rezistenca. Rrjete elektrike më të vogla, më lokale, që mund të funksionojnë në mënyrë të pavarur. Konstelacione satelitësh ku humbja e disa nuk shkatërron të gjithë sistemin. Teknologji që është projektuar jo vetëm për efikasitet, por për mbijetesë. Kjo nuk është vetëm një çështje teknike, është një çështje filozofike, kulturore, politike, sepse ndërtimi i rezistencës kërkon investime që nuk japin kthim të menjëhershëm. Kërkon planifikim afatgjatë në një botë që shpesh mendon vetëm për ciklin e ardhshëm elektoral ose raportin e ardhshëm tremujor. Kërkon bashkëpunim global në një kohë kur nacionalizmi dhe ndarjet po rriten. Kërkon vullnet për të shpenzuar para për të mbrojtur kundër një kërcënimi që mund të mos ndodhë për dekada.
Por le të kthehemi te momenti ku filluam, te trupi juaj, duke dëgjuar këto fjalë. Qelizat tuaja ende po reagojnë ndaj stuhi magnetike që filloi me shpërthimin e 18 janarit. Hormonet tuaja ende po përshtaten me ndryshimet në fushën elektromagnetike të tokës. Truri juaj ende po përpunon sinjale nga një mjedis që është pak i ndryshëm nga normalia. Dhe në një kuptim të thellë, kjo lidhje fizike midis trupit tuaj dhe diellit është një kujtesë e asaj që jemi. Jo krijesa të shkëputura nga universi, por pjesë integrale të tij. Çdo atom në trupin tuaj, përveç hidrogenit i cili u krijua në Big Bang, u krijua në brendësinë e një yli. Karboni që formon bazën e ADN-s suaj, oksigjeni që merr në frym, kalciumi në kockat tuaja, hekuri në gjakun tuaj, fosfori që mban energjinë në qelizat tuaja, të gjitha u krijuan përmes bashkimit bërthamor në yje që jetuan dhe vdiqën para se dielli të lindë. Ju jeni, në kuptimin më literal, pluhur yjor që ka fituar vetëdije. Dhe dielli që po na godet me stuhit e tij është i lidhur me ju përmes një zinshiri të pandërprer shkaksor që shtrihet mbrapa në kohë për miliarda vjet. Kjo lidhje është njëkohësisht e bukur dhe e frikshme. Është e bukur sepse na kujton se jemi pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetja jonë individuale, një univers i gjallë, dinamik, në evoluim të vazhdueshëm. Është e frikshme sepse na kujton se forcat që na krijuan janë ende aktive, ende të fuqishme, ende të afta të na shkatërrojnë. Ne jemi fëmijë të yjeve, por yjet nuk janë prindër të butë. Ata janë forca të natyrës, të pandiferencën ndaj ekzistencës sonë, të paaft për dashuri ose urrejtje, thjesht duke ndjekur ligjet e fizikës. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i thellë i ngjarjeve të janarit 2026, se ekzistenca nuk vjen me garanci. Jeta, veçanërisht jeta inteligjente, jeta e vetëdijshme, jeta që mund të reflektojë mbi ekzistencën e saj dhe të pyes pse, është një fenomen i rrallë dhe i çmuar në univers. Dhe mbrojtja e saj kërkon më shumë se fat. Kërkon zgjuarsi, parashikim, guxim për të përballuar të vërtetat e vështira. Ne jemi duke jetuar në një moment unik në historinë e specieve sonë. Për herë të parë, ne kemi teknologjinë për të kuptuar kërcënimet kozmike që na rrethojnë. Për herë të parë, ne kemi aftësinë, të paktën teorikisht, për të mbrojtur kundër tyre. Por ne gjithashtu kemi ndërtuar një qytetërim që është më i cenueshëm ndaj atyre kërcënimeve se sa ka qenë ndonjëherë më parë. Ne jemi në një pikë ktheze. Zgjedhjet që bëjmë në dekadën e ardhshme, si investojmë në shkencë, si ndërtojmë infrastrukturë, si bashkëpunojmë globalisht, do të përcaktojnë nëse ne do të mbijetojmë si qytetërim teknologjik apo do të bëhemi një tjetër shembull i dështimit në regjistrin kozmik. Stuhia e janarit 2026 kaloi. Dëmtimi ishte i kufizuar. Jeta vazhdoi. Aurora ishin të bukura. Satelitët u rivendosën. Rrjetet elektrike mbajtën. Por ajo ishte një paralajmërim, një mesazh nga universi që ne duhet ta dëgjojmë, sepse stuhia e ardhshme mund të mos jetë aq e butë. Dhe pyetja që do të përcaktojë të ardhmen tonë është: a do të jemi gati? Unë nuk mund t'ju jap një përgjigje të sigurt. Askush nuk mund. Sepse e ardhmja nuk është e shkruar në yje. Ironia e kësaj shprehjeje nuk më shpëton. E ardhmja krijohet nga zgjedhjet që bëjmë sot, nga veprimet që ndërmarrim, nga urtësia që tregojmë. Çdo investim në shkencë, çdo përmirësim në infrastrukturë, çdo hap drejt bashkëpunimit global, çdo moment i vetdijes për vendin tonë në univers, të gjitha këto na çojnë pak më afër një të ardhmeje ku ne mund të mbijetojmë jo vetëm stuhitë e ardhshme diellore, por çdo sfidë që universi mund të na hedhë. Dhe ndoshta, në fund, kjo është historia e vërtet që duhet të tregojmë. Jo vetëm historia e një stuhie diellore në janar 2026, por historia e një specieji që po mëson të jetojë me vetdije në një univers që është njëkohësisht shtëpia jon dhe sfida jon më e madhe. Një specie që po kalon nga adoleshenca në pjekuri, nga ignoranca në kuptim, nga frika në guxim, jo guximin e mohimit të rrezikut, por guximin e përballjes së tij me sy hapur. Dielli do të vazhdojë të shpërthejë, stuhit do të vinë, kjo është e sigurt. Por nëse ne zgjedhim urtësinë mbi shkujdesjen, parashikimin mbi reagjimin, bashkëpunimin mbi ndarjen, atëherë ndoshta
vetëm ndoshta, ne do t'jemi gati. Jo vetëm për të mbijetuar, por për të lullzuar. Jo vetëm për të duruar, por për të evoluar. Në një qytetërim që është vërtet i denjë për emrin i avancuar. Një qytetërim që kupton vendin e tij në univers dhe që ka marrë përgjegjësi për fatin e tij. Sepse në fund, historia e diellit dhe tokës nuk është vetëm një histori e fizikës dhe astronomisë. Është një histori për ne, për atë që do të thotë të jesh i gjallë në këtë univers të mahnitshëm dhe të rrezikshëm, dhe për zgjedhjet që bëjmë kur përballemi me forcat që janë jashtë kontrollit ton, por jo jashtë kuptimit ton. Stuhia e janarit 2026 ishte një fillim, fillimi i një vetdije të re, një pjekurie të re, një përgjegjësie të re. Dhe çfarë do të bëjmë me atë fillim? Kjo është historia që ne, së bashku, do ta shkruajmë në vitet dhe dekada që vijnë. Dielli po na shikon, jo me sy, sepse nuk ka, por me forcat e tij të panumërta që arrin deri te ne çdo sekond. Universi po pret, jo me qëllim, sepse nuk ka, por me ligjet e tij të pandryshueshme që do të vazhdojnë pavarësisht nga zgjedhjet tona. Dhe e ardhmja jon, është ende për t'u vendosur. Ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta pasiguria është më e sinqertë se çdo siguri e rreme. Ndoshta aftësia për t'jetuar me dinjitet në një univers që nuk garanton asgjë, është shenja e vërtet e inteligjencës. Ju jeni këtu, tani, në këtë moment, një grumbull atomesh që ka fituar aftësinë të mendoj për veten e tij, të pyes pyetje, të kërkoj kuptim. Dhe 150 milion kilometra larg, një yll po digjet, po ju mban të ngrohtë, po ju mban të gjallë, dhe po mban fuqinë të ju shkatërroj. Kjo është realiteti ynë, kjo është shtëpia jon, kjo është sfida jon, dhe historia vazhdon.